Fillojmë një herë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah në falenderojmë, salavatet pejgamberit tonë të dashur dërgojmë. Vazhdojmë me lenë Allah dhe këshilla porosi mesazhe nga ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na ndihmojnë në rrugtimin tonë drejt Allahut dhu xhelal për të krijuar një stabilitet dhe një ambient të mirë dhe të bukur, sikur që i ka hije një besimtarit karshi Allahut dhul xhelal. Dhe kemi përmendur se ajo që prish këtë stabilitet, numër 1 është humbja e sinqeritetit. Aty ku s'ka sinqeritet, s'ka mundësi të ketë zhvillim, përparim, ecje e kështu me radhë, po përkundërzi ka vetëm se degradim. E dyta është çështja e gjunahet, çështja e mëkateve, që për ta ne si thirrsa në rrugt të Allahut dhul xhelal duhet mi pas parasysh arsyet shtytësit pse njerëzit bëjnë gjunahe, e në këtë formë të miremi më shumë me arsyet edhe me gjërat e mbrëmshme sesa me ato të jashtme, sesa me ato të jashtme shumë më lehtë. Për shembull, nëse mirësh me fenomenin e gënjeshtrës, nuk është i vetmi fenomen që ekziston në mesin e shoqërisë muslimane, fenomen negativ. Nëse mirësh me vjedhjen, nëse mirësh me sharrjen, nëse mirësh me mos respektimin e prindërve, me mos faljen e namazit, këto janë vepra të këqija. Mirë po, ka një sebeb i përbashkët që ka sjell deri te ky degradim. E këto janë sebepet që i kemi numëruar deri tani. E kur mirësh me sebebe, kur mirësh me shkaqet, me shtytësit çka ka ardhur deri te kjo situatë kështu, është shumë më lehtë ti pastaj edhe për ta shëruar edhe një problematik, qoftë ajo në mesin e familjes ose tek fëmijët tanë, ata që kanë fëmijë, edhe besa pse jo, mos me përjashtu edhe veten se njëri duhet me njoh veten deri në cilën drejtë është, se cili ka mëkate, se cili ka gjunahe, se cili ka tmeta, që ka nevojë me përmirësu ata. Për sot po e përzgjedhi edhe pse këtu ka ajete, domethënë pa numër të janë shumë në ajete, ku thot Allahu dhu xhelal punoni se Allahu i sheh punët e juve. Thot Allahu dhu xhelal, ky është xheneti që e keni trashëguar për atë çfarë keni punuar. E puna dhe veprimi në ajetet koranore, domethënë sikur që e vëreni, është shumë i përmendur. Saqë nuk paramendohet muslimani i denj në rrugën e Allahut dhu xhelal pasiv, pa aktivitet, pa lëvizje, pa me qenë produktiv, pa me qenë i dobishëm, s'mundet, sepse ose do të përparosh, ose do të degradosh. Ja ec para, ja ec mbrapa. Edhe prej rasteve ku neve na krijohet destabilitet në rrugën drejt Allahut dhu xhelal, është kjo situatë ku ndonjëherë na kap neve një plogështi, na kap neve një dobësi e imanit, na sjell deri në situatën e një zonës kur na bëhemi pasiv. Dhe krijohet një lloj qetësie dhe një lloj rahatie se mirë jam dhe në këtë gradë. Edhe arsyeton me arsye të ndryshme. Mirë, po kjo situatë nuk është fare e mirë. Nuk është e lakmueshme asnjëherë. Sidomos për besim. Muslimani duhet të mos zëhri lëvizshëm. Çdo herë sheh situata, momente, koha ku ka me kallëzu vetëm për mirë, ku ka me kanë i parë, ku ka me sabiqun al-awwalun. Kush janë ata? Atë çdo herë wasari'u ila maghfiratin, shpejtoni. Badiru bil a'mali, thot pejgamberi sa, shpejtoni me vepra të mira. Atë çdo herë shpejtësia, veprimi, shfrytëzimi i rasteve, shfrytëzimi i sezoneve, mbrenda ditës, jashtë ditës, çdo herë besimtari ka gajle, auto hec para, auto hec mbrapa. E kur mrin situata deri në një zonë kur njeriu hesht dhe krijohet ajo zonë e imanit të dobët, apo që quhet edhe tek ulemat imani ftoht, pa ndjenje, pa emocione. E kjo është problematike e madhe sot në shumicën e shoqërisë muslimane. Një prej sebeve që sot nuk ecë shoqëria muslimane përpara, është se është rahatu dhe është pajtu me një situatë të tillë. Do thonë është i qetë, është i rahatshëm, nuk e sheh veten të përparon më tepër në fe. Bile ndoshta fatkeqësisht e sheh thot me u thellu ndije
me vazhdu me bë ibadete më të është problem. Do të nuk mund ta mbaj. Edhe sikur që e shpreh me gjuhën e tyre shumica, mos hin fell këtë mesele, se mos është zor ta mbajsh. Pse në këtë situatë? Se është pajtu me një situatë ku do ta ketë një iman të dobët, një iman të ftohtë, një iman pasiv, pa aktivitet, pa lëvizje, që nuk e lëviz çerpikun e synit pse para syve të tij për shembull ndodh një haram pe harame të mëdha. Bëhet edhe në familjen e vet. Ndoshta edhe preket nderit, ndoshta edhe shkelën kufit e Zotit, ndoshta edhe nuk falet namazin fare, ama nuk e lëviz veten hiç, nuk tërçethet fare. E kjo çka do të më thonë? Se imani nuk është në vendin e duhur, nuk është aktiv, nuk po kryen punën sikur që takon një besimtari me iman, përderisa thotë jam musliman dhe jam besimtar, thotë krejtësisht ndryshe do të më qenë edhe veprimet. Ne pedim se veprimet, angazhimet, një besimtari janë të lidhura ngushtë me imanin, që është kusht për kushteve të imanit. Aty sillet imani mes asaj çka e ka njeriu në zemër, veprimeve, fjalëve e kështu me radhë. Sikur që është e njohur te ehli sunneti. Fatkeqësisht na shohim në shoqëri musliman i cili nuk do me marrë dije, me atë arsyen se nuk është hoxh, nuk është studius i fesë, dhe kështu që shumicën e meseleve të fesë nuk i di. Është plotësisht ignorant, me plot kuptimin e fjalës, për shumë gjëra për fesë që janë gjëra elementare. Pastaj është i dobët në aktivitete, në ibadet, duke u mjaftuar vetëm me disa farze. Flasim për një shoqëri pak më ashtu, se edhe për aty që edhe farzet kanë probleme, vetë se ai diçka probleme edhe më i madh. Pastaj ka probleme edhe në çështjen e xhelozisë ndaj fesë Allahu xhelal. Muslimani është xheloz. Sikur që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allah është më xheloz. Kur është Allahu më xheloz, atë besimtarët më kanë patjetër xheloz ndaj kufive të Zotit. Edhe është ai parimi tek shumica e këtyre çka bëjnë kështu dhe veprojnë kështu, se shikoj veten tënde, thotë. Miru me punët e tua. Secili do të përgjigjet për veprat e veta. Që në një farë formë me këto fjalë janë reale dhe të vërteta, por nëse përdoren këtë kontekst janë fjalë të kota. Po miru me veten, shikoj punën tënde, është vërtet, se secili do të më punon, mi po dejku. Por atë kemi rastin ku Ebu Bekr radiallahu na i kujton një fjalë shumë të bukur ku ja ka thënë sahabëve, është rasti hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është hadithi hasan, ku Allahu dhu xhelal ka urdhëruar një prej melekëve që shkon të shkatron një vend. Kur kanë shkuar melekët në atë vend kanë pa një njeri duke bëj ibadet, kanë thënë o Zot, aty është një rob i joti fulani, e njohin me emër, thot nuk ka bë gjuna për asnjë moment. S'ka bë gjuna. Thot Allahu dhu xhelal, prish në atë vend, atë edhe këtë ata shkën aty. Sepse ai për asnjë moment nuk është skuq fytyra për hir të Allahu dhu xhelal. Do thonë e shohim se reagimet e muslimanit në këtë rast janë shumë e vlerë. Dhe se mos reagimet e muslimanit është një problem i madh. Edhe për atë edhe herën e kaluar kur përmendën se jo rastësisht Allahu dhu xhelal kur flet për mëkatet e mëdha, se mos në Kur'an familjar i përshkruan ato me përshkrime që janë irrituese. Mos e bën gibet vëllai musliman, se është sikur se me hangur mishin e coft. A nuk e irriton këto besimtarin? Mos e prek pasurinë e jetimit, se është sikur se me hangur zjarr. A nuk është irrituar, nuk do të më gordit njeriu, nuk guxon me prek nderin e hujës, se veç e paramendon se ku mrin. Edhe krijohet një gërdin, një keqardhje, një mërzi e madhe të besimit kur vetëm se përmendën këto le më prek atë. E ky njeri, domethënë shohim se nuk është çështja çdo herë në braktisjen e ibadeteve dhe imani i dobët është se njeriu s'po bën ibadet. Jo. Ti mund më ka njeriu shumë ibadetxhi i madh, por në momentin që për atë nuk vlen dhe nuk çon pesh fare, pse knena po bëhet shkatrim, degenerim, spaku, sikur që ka thënë pejgamberi sa me imanin më i dobët, cili është ai iman?
që nuk e duron me zemrës pak. Nëse edhe çato nuk e ka, atëherë çka mbetet pe imanit. Do thonë kjo është se me një iman pasiv, me një iman që s'reagon, me një iman që s'lëviz, mund me arrit njeriu deri në humbje pozitës së tij tek Allahu dhe xhallahu, Allah e din se çfarë si e llogarit atë njeri, musliman apo jo musliman. E ka shkatru Allahu atë vend me gjithat njeri që s'ka bot gjëna, po të kishte bot gjënahe, ndoshta në atë llogarit tona do të kemi thënë pa e ka meritu. Kriminal si ata tjertë, rënave si ata tjertë, mëkatar si ata tjertë. Ama thot me leku, thot s'ka babe asnjë gjëna hiç. Kur e ka barazu subhanallahu me të njëjtën. E thot Ebu Bekri këtë fjalë, thot ju e lexoni thot një ajet. La yadurukum man dalla idha ihtadaytum. Ama thot ndryshe e komentoni. Nuk është ashtu si e mendoni ju. Thot nuk ju bën dëm juve ata që kanë devijuar nëse jeni të udhëzuar. Do thonë fjala ati parimi ati njeriu që dhe ke këshyre punën tane, se le të këshyre veten, se le të përmon për punë të veta, kjo vlen kur jemi të udhëzuar na. Kur na hecim drejt, kur na përparojmë, kur na zhvillohemi, kur na këshirmi si me përmirësu veten tonë. Ama momentet që na jemi kërsh e viran, edhe thënë këshirë, atëre vetëm se është duke kriju një zonë stabile për vete të rahatshme, me dhe se unë mirë jam, tjetë janë keqë. Ja. Do thonë, la yadurukum man dalla idha ihtadaytum, nuk i bën dëm pse tjerët devijojnë, pse tjerët janë kriminale, pse tjerët janë zinaçar, pse tjerët janë rënaveca, idha ihtadaytum. Nëse ne të udhëzojmë, për ndryshe, Allah e thot, kam dëgju pejgamberin alayhis salam tash Ebu Bekri transmeton hadithin. Ku ka thonë se Allahu dhul xhelal nëse njerëzit e shohin një të keqe dhe nuk e ndryshojnë, do t'i përfshijë që të gjithë në dënim, në ndëshkim. Andaj, na e kemi përgjegjësinë e madhe për Allahu dhul xhelal. Do thonë është përgjegjësi shumë e madhe se si do të reagojmë. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin që thotë innal imana la yakhlaqu. Imani zbehet. Është e vërtetë. Dhe na ka mësuar pejgamberi se si të reagojmë këtë rast. Sikur që zbehet dhe prishet rroba nga përdorimi i tepërt. Thot lutën e Allahun që t'ja përsërisë imanin, që t'ja ripërtri imanin, të regjenerohet imani. Pra kjo është besimi i ehli sunetit, se imani dobësohet edhe rritet. E nuk duhet me përdor si justifikim, se nuk ka gjasa njeriu të vazhdon në një standard. Është e vërtetë. Dawamul hal min al muhal. Para të thojnë ulemat. Është e pamundshme njeriu çdo herë të jetë një standard. Po sa ka ngritje, sa ka zbritje. Mirë po, si do të reagojmë në këtë raste? Si reagon muslimani kur ka ngritje dhe kur ka zbritje? E këtu në kanë mësu neve hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fjalët e sahabëve, ulemat e mëdhej, se si të reagon njeriu që mos rahatohet dhe mos pajtohet me një situatë komfort edhe mos m'ia prish shefin vetit. Edhe nëse ka ngecje, edhe ndoshta ka edhe mëkate të mëdha dhe kështu me radhë. Për atë thënë një për fjalëve të mëdha të Omerit radhiyallahu anhu se njeriu i cili posedon një zemër ka mundësi që ajo zemra ndonjëherë përparon, ndonjëherë ngec. E thot kur përparon zemra e muslimanit, thot angazhon e ju me nafile. Agjerim nafile, namaz nafile, sadaka, lexim Kur'ani, me ndihmën e vëlla musliman, me buzëqesh një vëlla musliman. Këto ato nafilet e shumta që përmendën. A thot nëse ngec, thot edukone dhe përkushtoni farzeve. Kjo është interesant. Pse ka thonë me përkushtu farzeve? Andaj ulemat këta e kanë diskutuar. Dhe ka mundësi njeriu, si këtë që thot Ibn Qayyimi, është pashmangshme njeriu mos me pas rrëmje ka ndonjëherë. Do të thonë ato po e pranojmë që po dorëzohemi, po bëhemi modest nga fjala atyre që janë pajtuar dhe janë dorëzuar dhe po rrin pa lëviz pa kurrë. Thotë është e pashmangshme mos me pas njëri edhe zbritje të situatës. Ama ai njeri i cili ka arrit thot me shiku veprat e mira, me afru, me parafru dhe me i drejtu, duke mos e nxjerr njeriu nga farzet dhe duke mos e shty njeriu në harame,
ky me lenë Allahut ka mu kthi edhe më mirë nesër. Do thonë, po, mund me pas, do thonë rramje, se është imani I cili rritet me punë të mira, zbritet me zvoglohet, dobësohet me të këqijet dhe me mëkatet. Dhe s'ka shanse që njeriu të jeton në një jetë krejtësisht me një situatë. Ja ka me shku të nalë, ja të poshtë. Mi po zbritjet, dobësimet, këto situatat si ti menaxhojmë. Atëherë është kjo që na mësojnë këto ulemat të mëdhej, sikur që është Ibn Qayyimi, që thotë se atëherë këshire, nëse është situata detë se s'ka hi njeriu në gjunahe, në harame, dhe s'ka hi njeriu me lënë farzët, elhamdulillah që ka mu kthi, se ka mu angazhu me gjëra që do t'i bëjnë dobi, sepse nuk rahatohet besimtari me pa para vetës e ti mundësi të mira të ibadeteve, të punëve të mira, e me hik. Pa I këshirë sa herë mu kanë I pari aty. Se është humbje madhe me lanë jetën plot shanset pa shfrytzume. E sidomos rreziku që na ka nosë se mund të përfundosh deri në degradim, fundosje, çka ti nesër të humbë edhe, sikur që e përmeni hoxha Bitullaj, shija I ibadeteve, shija I imanit, shija I Kuranit, shija namazit, shija Allah na ruaj mbyllë dera. Ne nuk e dim cili gjuna mund më kanë sebeb që me meritu njeriu hidhurimin e Zotit. Ku e dim? Çfarë rrezik I më I madh që e përmend ulemat. Mund më kanë një gjuna që na nuk e vlerësojmë, më kanë një shkelje që na nuk e zam kur gjë. Ama çat gjuna ndoshta Allah të ka bë nasib hidhurimin e tij. Nëse çat gjuna bëa ki bëa që Allah më ta marr shpirtin atë. Qysh besimtari mund më kanë rahat atëherë? S'rrin rahat asnjëherë. Po se çdo herë ka të ai vet llogaritje. Sa herë të ka ai e shikon situatën ti, sa herë këshir kërkon zgjidhje, kërkon këshilla, kërkon ashtu. Do këto e një prej sebeve që përmendën ulemat, pse vjen ditë një situatë e tillë, thotë se mungon edukimi I drejtë dhe metodat e drejta çysh njeriu e mëson veten. Vetëm as pari. Kur s'di njeriu me mësu veten, që kjo është problemi I parë. Me eduku veten e vet. Do thonë me këshir veten e vet, me kontrollu veten e vet. Në rrugën drejt Zotit të Madhreshëm, padyshim kemi me pas ngecë, kemi me pas gjëra, s'ka shanse. Wallahi billahi vnot 10 kapuçe mbi krye, s'ka shanse pas me bëj gjëna. Ama mirë, atë pajtohemi me çat situatë dhe krejt në rregull, s'falet e vladi, edhe njeriu nuk mirret me këtë çështje. Është problem, kjo problem I shoqërisë muslimane, që sot jo s'ka ata që s'falen, ata që falen, fëmijët e tyre s'falen dhe prindi rahat. Më nuk e di për shembull në atë kontekstin e imanit dhe haditeve dhe haditha pejgamberit, çysh I rre zemra rahat atina për shembull. Çysh më kanë I kënaqur ai nesër më thonë aty prindët të hinë xhenet, e vladi më shku për në xhenem. Çysh rre rahat ai për shembull. Kur në çështjet e dunjas nuk e pranojmë këto për asnjërin prej vladëve tonë, as për baballar tonë, as për motrat e vëllezërit tonë. Nuk dojmë që më ju mungu asnjë pik flokun, një fije flokës s'dojnë më ju mungu, a kur e puna te namazi, kur e puna se ai shkon punëve të këqija, ndoshta ka hi edhe cigarës, e marijuanës, e drogës, e tjera, ka shumë prind musliman që arrin rahat. Dhe kjo është iman pasiv. Iman I dobën, në ta thote si ta thote, në ta përshkruajnë si ta përshkruajnë ndryshe, me pa vallahi ç'kjo situata e dhimbshme. Në pse mungon edukimi. Tjetra, si të vjen dejtë rikthimi I situatës. Ibn Mesudi radiallahu anhu thot një fjalë, thot dhikri, përmendja Allahu Dhu Xhelal, është një prej gjërave shumë të mëdha që e mbjell, thot, imanin në zemrën e njeriut. On çaq punë të mëdha bën dhikri që ka dënyer vallahi na edhe ja zgjersojmë edhe në nënvlerësojmë, edhe nuk dim kështu ti vlerësojmë. Se çaq punë të madhe me kry dhikri, interesant, e mbjell imanin, thot sikur që e mbjell dhe e nxjerr ujë një bim. Dhikri subhanallah. E njeriu duhet me këshir mas edhe sinqeritetin e tij, duhet me këshir edhe shoqërinë e tij, padyshim. Duhet me këshir, do të thonë, angazhimet e tija që me ardh deri te një situatë që mos mërzitet me ibadetet e veta. Do të thonë, po, angazhime se vjen në një situatë që njeriu mërzitet, do të thonë lodhet, parat lloj-llojshmëria e ibadeteve, lloj-llojshmëria e angazhimeve, ndrimi I suneteve, ndrimi I angazhimeve është prej gjërave që të ndihmon ty bajgim me
me vazhdu në rrugën drejt Allahut Dhu Xhelal. Kjo është ajo e tëra që deshta me nda me juve, sikur që thot për fund për përmendni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli amalin shirratun. Thot çdo vepër e ka atë zellshmërinë e vet, e ka atë ngritjen e vet, e ka aktivitetin e vet, e ka atë pozitën e lartë. Se çfarë punë, do të keni një vullnet të mirë, një ambicie të lartë për ta bërë një punë. Ma thot çdo ambicie ka dhe zbritjen e saj. Thot shërani dhe mjekani dhe punoni gjatë zbritjes me sunetin tim, do të jeni të udhëzuar. Ai që punon ndryshe vetëm se është i shkatëruar. Allahu elhamdulillah, Allah na ka rahatu me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe te çështja për shkak të hadithit se ndryshoni një vepër të keqe kur e shihni, ndryshoni me dorën tuaj, pas patut mundësi me gjuhën tuaj, pas patut mundësi spaku me zemrën tuaj. Si është ky ndryshim? Si duhet ta bëjmë, si duhet të reagojmë? Si duhet njeriu të jetë gjatë momentit kur është i zellshëm, plot aktivitet? Si duhet më kanë njeriu kur është i dobët, i plagësht e kështu me radhë? Allah na ka dhënë sunetin e pejgamberit, do të them, çaty më në gjithë. Çish i praktikoj këtë hadith, çka ky. Edhe shumë lehtë e kemi, vetëm se duhet angazhim dhe veprim, inshallah Allah na bën për atyre që përfitojmë prej fjalëve të ulemave, veprimeve, angazhimeve të tyre, ibadeteve të tyre, bërse kjo ligjërat edhe shumë përputhet dhe është e ngjashme me atë që Hoxha Betullah po na i sjell këtë javë me domethënë biografitë dhe fjalët e ulemave që ti kemi si shembull. Ndoshta nuk mund të bëhemi si ata, ama është rregulli që thotë nëse s'mund të arrish krejt, mos e le krejt. Allah më bëm diçka. E kështu që na elusim Allahun xhan të jemi shembull i mirë për veten, për familjet tona, për relat tona, për këtë shoqëri. Allahu shpërblet. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.